Nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndihni. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku depoziton rekurs në gjykatën e lartë. Numri 2 i qeverisë kërkon heqjen e masës ndalimi daljes jashtë vendit. Gjykata e Apelit dënon me shërbim prove zyrtarët e Bashkisë së Tiranës të përfshirë në dosjen 5D, ata u akuzuan për abuzime me tenderat publik. Hapet konkursi ndërkombëtar për shtëpinë e fëmijës në Tiranë, kryeministri Rama thotë se ajo do të ofrojë kushte tërësisht të reja për jetimet. Qeveria jep 345 milion lek për 15 bashkitë më të prekura nga zjarret e vitit të kaluar. Pjesa më e madhe e fondeve shkojnë në Krujë, Gram, Shfinik dhe Delvin. Vjojmë gjërësisht, zëvendës kryeministri Belinda Balluku kërkon heqjen e masës së ndalimit për të dalë jashtë vendit. Numri 2 i qeverisë është drejtuar me rekurs gjykatës së lartë për këtë çështje, ndërkohë prokuroria e posaçme kërkon arrestimin e Ballukut pasi akuzon atë për shkelje të barazisë në tendera. Pas vendosjes së masës së sigurisë që i ndalon ndaljen jashtë Shqipërisë, zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka depozituar rekurs në gjykatën e lartë. Sa i përket masës së pezullimit nga ushtrimi i detyrës, Balluku nuk ka paraqitur asnjë kundërshtim, duke qenë se apeli ka vendosur pezullimin e kësaj mase deri në një vendimarrje përfundimtare nga gjykata kushtetuese. Më 31 tetor 2025, SPAK e nxorri Ballukun të pandehur në akuzën e shkeljes së barazisë në tender lidhur me projektin e tunelit të Llogaras. Në atë kohë, ndaj saj u vendos pezullimin nga detyra dhe masa e bllokimit të pasaportës. Më vonë, pas padisë depozituar nga kryeministri Edi Rama, gjykata kushtetuese vendosi rikthimin e saj në detyrë. Hetimet ndaj numrit 2 të qeverisë u zgjeruan më 16 tetor, kur kreu i SPAK i kërkoi kuvendit autorizimin për arrestimin e saj, duke paraqitur prova të reja. Prokuroria e posaçme bëri me dije se Balluku po hetohet edhe për 7 lote të Unazës së Tiranës, si dhe për 3 procedurat e tjera tenderuese, përfshirë koncesionin e rrugës Thuman-Kashar. Megjithatë, kërkesa për arrestimin vazhdon të mbetet e pashqyrtuar nga kuvendi. Mbledhja e Këshillit për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin e planifikuar për të mërkurën e 28 janarit në orën 12 u shtyr pa një afat të ri. Shtyrja e mbledhjes së Këshillit të Mandateve sipas kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha synon në pengimin e arrestimit të Belinda Ballukut. Lideri i opozitës thotë se Edi Rama është i rrezikuar edhe vetë ndaj e ka marrë në mbrojtje zëvendësin e tij. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përdor parlamentin dhe gjykatën kushtetuese për të bllokuar hetimet e SPAK-ut ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se shtyrja pa afat e mbledhjes së Këshillit Mandateve dhe Imunitetit, ku prej 16 dhjetorit ndodhet kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut, bëhet me urdhër të kryeministrit, duke paralajmëruar se majoranca do të votojë kundër kërkesës së prokurorisë posaçme. Ja u them unë ju, nuk heq imunitetin e saj, sepse ajo ja ka bërë të qartë, e merrin si kështu ju me si shakate kur unë thosha që ajo ka genin terrorist. Ka patur gjyshin vras serial. Po, nuk shkon ajo kur bën për Edi Ramën, mos kujtoti. Ajo ka kryer krimin, po e ka kryer për Edi Ramën. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi edhe gjykatën kushtetuese, e cila ende nuk ka marrë një vendim për pezullimin e Belinda Ballukut nga funksionet që mban në qeveri, se ndodhet sipas Berishës në urdhrat e kryeministrit Edi Rama. Ajo mori përsipër të shqyrtojë një çështje të cilën absolutisht nuk mund ta shqyrtonte pa kaluar në apel dhe në gjykatën e lartë. Dhe ajo po me urdhër të Edi Ramës ka caktuar deri tani 3 data dhe nuk e shqyrton dot, sepse Edi Rama e tërheq zvarr për turpin e saj. Në këtë situatë Berisha kërkoi edhe një herë largimin e kryeministrit Edi Rama, duke paralajmëruar fillimin së shpejti të një proteste të re kundër qeverisë. Qytetarët do flasin me te. Ai duhet t'jap dorëheqjen me një herë. Të largohet me një herë nga qeveria, t'jap dorëheqjen dhe të krijojë qeveri teknike për të bërë zgjedhje. Gjatë këtyre ditëve pritet që kryetari i PD Sali Berisha të mbledh kryesim për të caktuar datën e protestës kundër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë socialiste.
Partia Demokratike duket se do të rriqet nga bojkoti i Komisionit të Reformës Territoriale. Kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi tha se mungesa e antarëve të djathtë ka qenë me arsye. Në këto kushte, mazhoranca ka vendosur të presë opozitën deri të hënën. Mazhoranca socialiste do t'i japë edhe një mundësi Partisë Demokratike për të bërë pjesë e reformës territoriale, duke vendosur ta presë në komision deri të hënën. Sot konferenca e kryetarëve u mblodh për të diskutuar propozimin e socialistëve për të ndryshuar përbërjen e komisionit të posaçëm të reformës territoriale, duke i hequr opozitës barazinë e antarëve dhe bashk kryetarin. Mazhoranca argumentoi se ky ndryshim është i nevojshëm për të zhbllokuar punën e komisionit pasi opozita e ka bojkotuar atë. Por në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, demokrati Gazmend Bardhi deklaroi se opozita nuk ka bojkotuar dhe mungesa në dy mbledhje lidhet me arsye të tjera. Ne ju themi se duhen procese konsensuale. Hajdeni të gjejmë mekanizma dialogu në frymën e rekomandimeve të BE-s. Ju thoni jo, hajdeni këtu, flisni kot, ne do të bëjmë çfarë të duam. Për çfarë ju duhet opozita në tryez? Për të shitur ju fasadën sikur çdo gjë funksionon normalisht? Bëjmë të hënën një mbledhje tjetër të Komisionit të Reformës Territoriale. Nëse ju vini, e lëm përbërjen siç është. Nëse bojkotoni sërish të hënën, atëherë në seancën e së martës ne votojmë ndryshimin e përbërjes. Demokratët kanë bojkotuar reformën territoriale dhe ato zgjedhore pas zgjedhjes së Endri Shabanit në postin e avokatit të popullit dhe mbetet për të parë nëse ata do të kthehen në komisione apo jo. Ndërkaq në konferencën e kryetarëve, mazhoranca dhe opozita u përplasën edhe për çështjen Balluku. Kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi deklaroi se kryetari i kuvendit Niko Peleshi po shkel rregulloren, duke vendosur të mos mbledh këshillin e mandateve dhe imunitetit për kërkesën e Spakut për arrestimin e Belinda Ballukut. Mësohet se gjatë mbledhjes, Bardhi ka deklaruar se Spaku për këtë çështje ka regjistruar procedim penal pas kallëzimit të Partisë Demokratike. Por socialistët në mbledhje kanë përsëritur qëndrimin se kërkesa e Spakut do të shqyrtohet pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Zyrtarët e Bashkisë së Tiranës akuzuar si të përfshirë në skemën 5D janë dënuar me shërbim prove. Ata akuzohen se favorizuan kompaninë e krijuar nga ish-drejtorët e bashkisë, të cilët po gjykohen në një tjetër proces. Apeli i posaçëm zbut dënimet e një pjese të dosjes 5D. Fjala është për 5 të pandehur, antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe titullaren e autoritetit kontraktor Tirana Parking. Ky e fundit, Eglantina Zere, u dënua fillimisht me 9 muaj burg nga shkalla e parë, ndërsa tashmë dënohet me 1 vit shërbim prove. Sipas SPAK, Zere si titullare e Tirana Parking, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, në bashkëpunim me antarët e komisionit, Enkelejta Qyta, Bruno Koçi dhe Riviola Baxha, si dhe me të pandehurin Kristo Zhulati, në cilësinë e antarit të njësisë së prokurimit, kanë favorizuar disa kompani. Prokuroria e posaçme zbuloi se përmes avantazheve dhe privilegjeve të padrejta për bashkimin e operatorëve ekonomik fitues Vas Construction SHPK, emri që mbante më herët kompania 5D dhe me një shoqëri tjetër, kanë lejuar bërjen e procedurës së prokurimit me objekt, rekonstruksioni i sheshit të parkimit të Selman Stërmasi, e zhvilluar në datën 1 tetor 2019. Kështu të 5 me vendim të formës së prerë, ata janë dënuar me 12 muaj shërbim prove për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera. Për këtë vepër penale janë duke u gjykuar edhe ish-drejtorët e Bashkisë së Tiranës, Taulan Tusha, Mariglen Qato dhe Redi Molla. Ish-ministri socialist i shëndetësisë Ilir Beqaj do të qëndrojë në burg. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar ankimimin e tij për masën e sigurisë arrest me burg, ndërkohë që pritet vendimi i arsyetuar i gjyqtarëve për të kuptuar arsyet e votimit kundër tij. Ilir Beqaj u arrestua në korrikun e vitit 2024 për disa prokurime në kohën kur ai mbante detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Sipas SPAK, Ilir Beqaj në bashkëpunim me vartës së tij gjatë viteve 2022-2023 kanë kryer procedura prokurimi fiktive në kundërshtim me marrëveshjet e firmosura nga Shqipëria dhe Komisioni Evropian. Ndërkaq SPAK ka ngritur ndaj ish-ministrit të shëndetësisë edhe akuzën vjedhje duke shpërdoruar detyrën si grup i strukturuar kriminal për koncesionin e sterilizimit. Kryeministri Edi Rama ka thënë se shtëpia e fëmijës në Tiranë do të ndërtohet nga e para për të ofruar kushte krejtësisht të reja për jetimet. Në konkursin ndërkombëtar të hapur për këtë projekt, ai dhe realizimin e korpusit të ri të inspektoriateve u shpallën 2 fituese grupe studiosh.
Shtëpia e fëmijës Zyber Allulli dhe Inspektorati Shtetëror do të kenë së shpejti godina tërësisht të reja. Pas konkursit ndërkombëtar të zhvilluar në Tiranë për këto projekte, u shpallën 2 skuadra arkitekturore fituese, pasi sipas jurisë asnjë prej tyre nuk i përmbushte kushtet e vetme. Edhe pse secili prej 2 ekipeve kishte tipare të mrekullueshme, juria nuk konstatoi asnjë prej projekteve si plotësisht të suksesshëm në trajtimin e të dyja pjesëve dhe 2 programeve. Ndaj juria vendosi që projekti të zhvillohet nga 2 ekipe të ndryshme arkitekturore. Juria vendosi që grupi Teller Hector Barroso si ekipin arkitekturor për kampusin e fëmijëve si dhe Rosin Architect për ekipin si kulla shumë funksionale. I pranishëm në konkursin për projektet fituese, kryeministri Edi Rama u shpreh se këto institucione meritojnë më shumë kushte, në veçanti shtëpia e fëmijës. Duke krijuar kushte tërësisht të reja për fëmijët që janë në duart e solidaritetit të shoqërisë, jetimët, dhe njëkohësisht edhe për korpusin e ri të inspektoriatëve. Kreu i qeverisë listoi edhe planet e qeverisë për rehabilitimin e disa godinave të tjera në pronësi të shtetit. Do të kemi më në fund pas vitesh një stadium të ri të përmasave europiane, bibliotekën e re kombëtare, një mjedis i shumë nevojshëm prej vitesh dhe njëkohësisht një tjetër vepër e spikatur në historinë jo thjesht të vendit tonë, por në historinë e arkitekturës bashkëkohore. Do të kemi po ashtu një kompleks të ri zyrash për administratën, për një numër të konsiderueshëm institucionesh. Do të kemi pallatin e ri të sportit. Shefi i ekzekutivit nënvizoi se Shqipëria tashmë është të bërë një pikë referimi në botën e arkitekturës bashkëkohore. 15 bashki që u prekën nga zjarre gjatë vitit të kaluar do të dëmshpërblehen me 345 milion lek. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka publikuar tashmë ndarjen e fondeve sipas bashkive më të goditura nga flakët. Sipas kësaj ndarje, Bashkia e Krujës merr 146 milion lek ose rreth 42% të fondit total, duke qenë zona më e prekur nga zjarret. Më pas renditen Gramshi, Finiqi dhe Delvina, ndërsa pjesa e mbetur e fondit do të shpërndahet mes 11 bashkive të tjera për të kompensuar dëmet e shkaktuara. Këto fonde janë bërë të mundura falë rishikimit të fundit të buxhetit të vitit të kaluar, ndërkohë ende mbeten në pritje fondet që do të përdoren për dëmshpërblimin e fermerëve, të cilëve ju dogjën bagëtit gjatë zjarreve të vitit të kaluar. Një konflikt për motive të dobta ka përfunduar në përdorimin e thikës me pasojë plagosjen e 2 personave në Sarandë. Të plagosur kanë mbetur Enea Qori dhe Ernest Gjonçaj. Si rezultat i veprimeve të shpejta policore për ngjarjen u arrestuan Mikel Hoxha dhe Giuliano Sanxhaku. Dyshohet se autorët kanë shkuar në banesën e njërit prej personave të plagosur dhe i kanë goditur me thikë. 2 të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë policia po punon për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Forcat e sigurisë së Kosovës janë bashkuar operacionit për gjetjen e 30 vjeçarit Jurgen Karaj, i cili u zhduk në ujërat e përrojit të fshatit Klos. Deri më tani, të gjitha përpjekjet e bëra 20 ditë me radhë kanë rezultuar pa sukses. Prej 20 ditësh vazhdojnë kërkimet për gjetjen e trupit të 30 vjeçarit Jurgen Karaj, i cili dyshohet se u rrëmbye nga rrjedha e ujit të zallit të Darsit në datën 10 janar. Prej 20 ditësh, gjithë vijen lumore të lumit të Matjes dhe liçenin e Ulxhës e kanë kontrolluar forcat tona të armatosura. Në ndihmë të grupeve shqiptare janë paraqitur edhe forcat e sigurisë së Kosovës, të cilat do të asistojnë me pajisje nënojore për të parë dhe për të kërkuar për 30 vjeçarin Jurgen Karaj. Forcat shqiptare dhe ato të Kosovës kanë rinisur kërkimet nga vendi aksidentit, ku automjeti me të cilin udhëtonin Andi Losha e Jurgen Karaj përfundoi në zalljen e fshatit Dars.
Vëllai Jurgen Karajt, Endrin Karaj, falenderoi të gjithë ata që janë angazhuar për gjetjen e vëllait të tij. Dua të falenderoj ushtrinë e Kosovës dhe shpresojmë që të bëjmë më të mirën për të gjetur vëllain tim Jurgen Karaj. Ngjarja e rëndë ndodhi më 10 janar, kur 24 vjeçari Andi Losha e 30 vjeçari Jurgen Karaj po ktheheshin nga Klosi në shtëpinë e tyre në fshatin Fullqet. Automjeti me të cilën udhëtonin doli nga rruga në vendin e quajtur Ura e Halidit. 24 vjeçari arriti të dilte i gjallë, ndërsa 30 vjeçari dyshohet se u rrëmbye nga rrjedha e fortë e ujit. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.